Me mbrëma të nderuar shikues, mirë se erdhët në emisionin Debat me Fakte, këtu në studion e portalit informativ Fakti Ditor. Sot të ftuar në emisionin ton kemi deputetin Elmi Aziri nga Alianca për Shqiptar dhe Alianca Kombëtare për Integrim. Me zotin Aziri do të flasim për aktualitetin politik, fushatën elektorale, pozitën e shqiptarëve në Maqedoni, por edhe për shumë tema tjera të cilët po prekin shqiptarët në jetën tyre të përditshme. Me mbrëma dhe mirë se edhe në emision, zoti Aziri. Me mbrëma, faleminderit për ftesën dhe ju përgëzoj për këtë iniciativë në shtëpinë mediatike, uroj të keni sukses. Faleminderit shumë. Si e vlerësoni retorikën e fushatës elektorale këtu në Maqedoninë e Veriut, në mes partive politike shqiptare? Apo vazhdon të prodhoj çështjet etnike dhe çështjet nacionaliste vota në Maqedoninë e Veriut? Ne do flas në rrafshin personal edhe në rrafshin partisë të cilës i takoj. Mendoj që përvoja politike, edhe individuale, edhe si organizat, po edhe njëkohësisht përvoja politike e demokracisë në Maqedoninë e Veriut mbi 30 vite, mendoj që është mjaftueshëm që të dalim nga forma elementare e bërjes politik, e cila nënkupton glorifikimin e vetvetes dhe satanizimin e kundërshtarëve pa ndonjë qasje kritike. Mendoj që ashpërsimi i gjuhës, i retorikës nuk sjell ndonjë dobi për votuesin, drejt të cilit janë të orientuara shprehjet, fjalimet, premtimet etj. Përveç se i zgjon antagonizmat, i përforcon antagonizmat dhe skena përdorës një platformë për të shprehë mllëfjen individual, familjar, grupor, etnik e kështu me radhë. Mendoj që fushata parazgjedhore është në funksion të promovimit të kandidaturave, promovimit të programit, promovimit të platformës dhe kjo do të duhet të ishte ajo korniza drejt të cilës do duhet silleshin edhe kandidatët edhe subjektet politike. Megjithatë po e shohim që jo gjithmonë skena politike paraqitet janë në kuadër të këtyre kornizave, nuk i di arsyeën pse, çdo kush natyrisht i ka interpretimet e veta. Sa i takon temave nacionale që janë pjesë e fushatës parazgjedhore, natyrisht jam i thirrur të flas në emër të Aleancës Kombëtare për Integrim, në emër të Aleancës për Shqiptarët, ishte domosdoshme për shkak se qeverisja 15 vjeçare, veçanërisht mënyra e formimit të kësaj qeverisje i nxiti këto tema, aq më tepër stili i qeverisjes dhe rezultatet nga kjo qeverisje detyrojnë pashmangshëm që të nxiten tema të cilat ne një pjesë kemi menduar që një pjesë atyre temave gati që janë absorbuar dhe është arrit një farë frime, një farë pjekurie politike në kuptimin e pranimit të njëri tjetrit. Megjithatë e pam se gjatë kësaj periudhe shumë çështje të cilat janë menduar si një instrument ose si një mekanizëm garantues, mbrojtës për disa çështje të shqiptarëve të cilat kanë qenë të inkorporuara nëpër kushtetutë dhe nëpër ligje, po shohim që me arbitraritet dhe me brutalitet të madh nga ana e shumicës qeveritare, një pjesë janë zhbë, një pjesë janë në procese sipër të zhbërjes, një pjesë janë në kuadër të kuvendit të Maqedonisë që kanë ardhur si propozim ligje nga ana e qeverisë, por për shkak të mungesës së badenterit shumicës së dyfisht nuk po kalojnë. Dhe mendoj që sa i takon Aleancës Kombëtare për Integrim, nuk janë tema që nxiten si rezultati matematikave parazgjedhore, si rezultati kalkulimeve se kjo temë do të na sjell grumbull votash ose jo, por realisht janë tema reale të cilat duhet me patjetër të trajtohen, që të shpjegohet realiteti, që të identifikohet e vërteta dhe mbi bazë të vërtetës çdo njeri të rezonon politikisht dhe të marrë vendime veçanërisht sa i takon ditës së zgjedhjeve. Zotëri Aziri, pse ju thatë se nuk kanë lidhje apo nuk ka kalkulime politike, por pjesa më e madhe këtyre temave janë hapur posaçërisht para fushatës zgjedhore apo para zgjedhjeve lokale të 9 tetorit. A ka një lidhje indirekte, mos direkte? Dëgjoj,
Nuk e di konkretisht për cilën temë keni fjalën, megjithatë ne si Aleancë Kombëtare për Integrim tash dhe si Front Evropian që para zgjedhjeve të 8 majit, që në fillim e kemi hap temën e legjitimitetit, sepse në momentin kur goditet legitimiteti ju e keni suspendu demokracinë. Demokracia pa përfaqësues legjitim që buron nga vota e qytetarëve nuk mund të quhet si sistemi tim. Janë sisteme tjera ato të cilat me kriteret të çuditshme bëjnë përzgjedhjen e përfaqësuesve në për institucionet, qoftë ministrave, drejtorëve, deputetëve, kështu më radhë. Si e komentoni deklaratën e Velenit se ato janë përfaqësuesit legjitim shqiptarë, duke marrë parasysh se Fronti Evropian që ishte më herët tani Aleanca Kombëtare për Integrim, në gjirin e saj kishte edhe partitë e etniteteve tjera turke, bosnjake, rome. Dëgjoj, faktat janë kokforte. Ne kemi pas 137.000 vota në zgjedhjet parlamentare, kundër kandidatët Vleni ka pas 107.000 vota. Kandidati për president, zoti Bujar Osmani, në atë kohë kishte në rundin e parë mbi 120.000 vota, ndërsa zoti Arben Taravari kishte 80.000 vota. Mendoj që këto nuk ka hapësirë për interpretim dhe këto interpretime të Vlenit janë arsyetim për para votuesve të tyre dhe janë arsyetim ndoshta edhe për brendinë e tyre për ta kriju pasqyrë të rrejshme edhe ndaj vetvetes, po edhe ndaj të tjerëve edhe për ta arsyetuar pjesëmarrjen në qeverisje. Ne kemi sfiguar edhe gjatë fushatës të atëhershme të 8 majit, personalisht edhe unë kam thënë që një ndër përfitimet më të mëdha të asaj fushate ka qenë që Fronti Evropian ka arritur, ka treguar kapacitet se ka potencial që në gjirin e saj ti grumbullon edhe pakicat e tjera, minoritetet të tjera etnike si ishin turqit, bosnjakët, romët, sepse këto minoritetet gjithmonë, këto 34 vite pluralizëm kanë qenë të shfrytzuar në mënyrë jo produktive nga bloku politik Macedonas, herë VMRO-ja, herë LSDM-ja, dhe këto kanë paraqit një kontingent të çmuar të votave për ato subjekte politike dhe në anën tjetër nuk kanë përfituar asgjë nga pjesëmarrja e tyre në ato bloqe politike. Ne jemi shumë të vetëdijshëm se edhe ata kanë qenë viktimë e majorizimit, edhe ata kanë qenë viktimë e përbuzjes institucionale, edhe ato kanë qenë të marginalizuar edhe në kuadër të shoqërisë, po edhe në kuadër të institucioneve, dhe ideja ka qenë që të bëhen pjesë e Frontit Evropian dhe në mënyrë të sintetizuar, të unifikuar të gjithë grupet etnike që kanë vërejtje në funksionimin e sistemit dhe funksionimin e shtetit, kanë vërejtjet e tyre në realizimin e interesave etnike, të bëhen bashkë dhe ta thonë zorin e tyre. Zotë Gaziri, krahu i Zedin Seles ka marrë 3 kandidatura, Haraçinën, Dibrën dhe Strugën. Cili është parashikimi juaj për rezultatet të këto, duke marrë parasysh rëndësinë që kanë këto zgjedhje për të gjithë partitë politike, po posaçërisht Struga për Aleancën për shqiptarët, duke lidhur edhe me vendbanimin e liderit Zedin Sela. Nuk parapëlqej të ndaj komunat mbi bazë të individëve, sepse nëse i ndajmë komunat mbi bazë të peshës, atëherë kemi ndaj qytetarët. Unë mendoj se çdo qytetar, çdo shqiptar në Maqedoninë e Veriut është i rëndësishëm. Edhe ai Likovës, edhe ai Haraçinës, edhe ai Strugës, edhe ai Çashkës, edhe ai Krushevës, edhe ai Dollnenit, edhe ai Resnjës. Domethënë, në çdo qytetar duhet konform ligjit dhe konform mundësive që i ofrojnë institucionet të trajtohet me të gjitha nevojat spaku elementare që dalin nga nevoja qetësore. Andaj, ne si Aleancë Kombëtare për Integrim morrim pjesë në garë për të fituar gjitha komunat, sondazhet të cilat kemi bërë deri më tani dhe edhe ditën që po flasim bëhen natyrisht me instrumente të ndryshme,
Aleancën Kombëtare për Integrim e paraqesin fituese absolute të këtyre zgjedhjeve, me minimumin diferenca 2 në raport me 1 me vlenin, me kundër kandidatët të drejt për drejt tonët, edhe pse nuk jemi në gardë me ta, po jemi në gardë me VMRO dhe DPMN. Pra nuk e llogarisni si kundërshtar politik vlenin? Ne po flasim në terma real, jo në terma nominal, as në terma fiktiv. Në terma real, sigurisht se kundërshtar i joni është VMRO dhe DPMN-ja, dhe natyrisht opinioni më është mjaftueshëm i edukuar politikisht që ta kupton realitetin, din ta lexon realitetin. Bindja e shumë qytetarëve është se po mos ishte VMRO DPMN-ja dhe premtimi që VMRO-ja i ka bë në këtë rast shumë kandidatëve të vlenit, edhe një pjesë e kandidatëve të pavarur, mendoj që shansat e tyre për të qenë serioz në gardë do të ishin shumë të vogla. Dhe kjo është fakti pamohueshëm. Është çështje tjetër dhe çështje diskutabile, kanë të drejtë ose s'kanë të drejtë, është mirë për demokracinë ose s'është mirë për demokracinë, është temë tjetër, por realiteti objektiv është ky. Andaj vlerësoj se diferenca do të jetë e thellë. Aleanca Kombëtare për Integrim synon që të fitojë gjitha komunat ku ka nxjerr kandidat, edhe listat e këshilltarëve, dhe nuk na bëjnë shumë përshtypje këto kalkulimet prapa perdeve me presione dhe me stimulime të ndryshme. Zoti Aziri, Zoti Sela nuk ishte pjesëmarrës në Gostivar në promovimin e kandidatët të AKI-s, po njëjtë Zoti Taravari nuk ishte në struk në promovimin e kandidatit të AKI-s. Çfarë mesazhi po dërgojnë Zoti Sela dhe Taravari? Përfaqësuesit politikë të gjitha subjekteve politike që e përbëjnë Aleancën Kombëtare për Integrim janë prezent në përtubime. Bëhet fjalë për një orar të ngjeshur të takimeve, bëhet fjalë për një shtrirje gjeografike goxha të madhe dhe goxha serioze, dhe edhe sot që po flasim janë të shpërndarë liderët e partive politike në për tubime, në për takime me qytetarët aty ku vlerësohet se mund të japin kontribut. Pra nuk ka një hatërbëqje mes dyve? Nuk ka të bëjë asgjë me këto spine të ndoshta normale të fushatës, po natyrisht shtabi qendror i Aleancës Kombëtare për Integrim, në bazë të përllogariqjeve të veta, ka bërë ndarjen e detyrave për çdo pjesëmarrës në këtë fushatë zgjedhore, në kuptimin e ndikimit në rezultat. Si e komentoni bashkimin e Zotit Taravarit me Aleancën Kombëtare për Integrim? Ne jemi prononcuar për këtë çështje, kemi vlerësuar si një vendim pozitiv, si një reflektim pozitiv pas gjithë asaj që ndodhi me Aleancën për shqiptarët me 8 maj, kur një grup i shokëve tonë gabuan me vlerësimet e tyre mbi zhvillimet politike në vend, edhe për shkak insistimeve tona të shumta, edhe për shkak sugjerimeve të shumta. Megjithatë ata morën veprimet e tyre që natyrisht u dëshmuan veprime të gabuara. Dhe neve na vjen mirë që Zoti Taravari dhe shokët e tanë të dikurshëm, edhe të tanishëm në fushat, janë bindë që ato vlerësimet tona të asaj kohe nuk kanë qenë as të nxitur, as të motivuara nga asnjë motiv dhe interes tjetër përpos vlerësimit real të skenës politike dhe vlerësimit real të zhvillimeve politike të cilat pretendojmë ne që do të ndodhnin në skenën politike. Në një paraqitje time gjatë këtyre ditëve në kuadër të fushatës, unë e thash që është e rrezikshme, domethënë fjala publike, veçanërisht në një ambient goxha të kontaminuar politik, kur përkatësia politike dhe partijake mirët si kriteri vetëm për vlerësim dhe jo e vërteta që e thu. Ne kemi thonë që është vështirë nëse jep një vlerësim të drejtë dhe të saktë për ngjarjet politike që do të pasojnë mbas 5-6 muajve ose një vjetëve, një grup i njerëzve kanë me quajt paranojak, kanë me quajt frikacak. Po nëse nuk e jep ose nëse jep të gabuar, kanë me thonë që je naiv, nuk
ke njohuritë mjaftueshme pse po mirësh me këtë punë. Dhe ne e thamë në atë kohë, pavarësisht rrezikut të interpretimit të gabuar, ne e thamë në atë kohë që vlerësimi ynë ishte që ne duhet bloku politik shqiptar që të garon së bashku në këtë zgjedhje, sepse vetëm kishte ndodhur homogjinizimi i bllokut politik Maqedonas, ashtu siç dëshmua edhe me rezultatin e zgjedhjeve të 8 majit, sepse ta përfundoj shkurtimisht. Edhe sot e kësaj dite edhe askush nuk beson që një subjekt politik Maqedonas që ka qeverinë, që ka kryeministrin, që ka një numër të caktuar të komunave, funksionarëve etj, të përfundon në zgjedhje me vetëm 17 ose 18 deputet, aq më tepër me koalicion. Pra ishin shenja lehtë të identifikueshme të homogenizimit të bllokut politik Maqedonas. Dhe edhe këtë e kam potencuar se ky homogenizim ka qenë shumë vështirë i arritur te bloku politik Maqedonas, edhe pse shteti ka kaluar kriza thella, ka pas embargo, ka pas probleme të emrit me Greqinë, ka pas probleme të emrit me Bullgarinë, ka pas probleme me kishën në Serbinë. Domethënë ka pas shumë probleme shtetërore dhe bloku politik Maqedonas nuk ka mund të homogenizohet. Dhe tash, para zgjedhjeve të 8 majit, u homogenizu në bloku politik Maqedonas në arsyetimin se e morën shqiptarët shtetin, shumë pozita dhe funksione kanë shqiptarët, shqiptarët janë të përfaqësuar në qeveri dhe institucione më tepër se sa meritojnë. Dhe kjo është ai motivi kryesor se është e dhimbshme në një shtet multietnik me këtë përbërje demografike, kur një grup etnik mobilizohet me të gjitha mekanizmat që i ka edhe politike dhe institucional kundër grupit tjetër etnik. Zoti Aziri, ju përmendën se shokët e juaj apo shokët e juaj gabuan. Duke parë këtë situatë tanishme politike, a ekziston mundësia e ribashkimit të aleancës për shqiptarët? Natyrisht se mundësia ekziston. Personalisht parapëlqej që të trajtohet kjo çështje në kuadër të bashkimit rreth një vizionit, rreth idez dhe rreth kauzës. Duke qenë se këto janë arsyet se pse ne duhet të jemi në politikë dhe pse duhet të mirremi me këtë aktivitet. Nëse nuk kemi një kaos përpara, nëse nuk kemi një vizion për ndërtimin e së ardhmes, nëse nuk kemi një ideal që na bashkon, atëherë mbetet të na bashkojë njohja individuale dhe njohja personale. Po këto nuk janë transishme në politikë. Besoj se këto zgjedhje lokale janë një proces i rëndësishëm që të eliminohen edhe divergjencat ndoshta personale që kanë ekzistuar, të zbuten, që zhbëhen edhe ndoshta edhe hatërmbetjet, sepse fundit njerëz jemi, dhe të përcaktohen prioritetet. E kemi thonë vazhdimisht gjatë prononcimeve tona që kanë investu bloku politik Maqedonas me vite për fragmentarizim dhe për segmentim maksimal të organizimit politik shqiptarëve që çdo mahall dhe çdo qytet dhe çdo komunë të ketë nga një parti politike, të ketë nga një subjekt politik, nga një lider partie, dhe shqiptarët të... Për çfarë dhe sëndon, ndoshta? Po natyrisht dhe shqiptarët të veprojnë politikisht si një simfoni e çakorduar dhe janë më lehtë të menaxhueshme këto situata për ata të cilat janë kundër koezionit të brendshëm ndëretnik dhe kundër barazisë të plot institucionale dhe në gjitha dimenzionet. Në funksion të kësaj, të gjitha ata që rezonojnë drejt dhe të gjitha ata që realisht vlerësojnë që copëzimi
i pa kuptim të skenës politikit shqiptarëve është e dëmshme, natyrisht se duhet të bëjnë veprime që do të ndihmojnë bashkimit, që do të ndihmojnë sintetizimit, dhe sepse kjo në mos asgjë tjetër do të ndikon shumë fish më pozitivisht në artikulim të ideve dhe rrit besueshmërinë e idesë, rrit besueshmërinë e qëllimit. Dhe apo i shërbejnë zot Raziri partitë politike shqiptare kësaj politike, ku me akuzat e ashpra shërbis në botës sërbe, si nga pala e Aleancës Kombëtare për Integrim, po ashtu edhe nga vleni për njëra tjetrën. Pra, apo e përçajnë vetë partitë politike shqiptare politikën e shqiptarëve në Maqedonisë e Veriut dhe popullatën shqiptare këtu? Ndëgjo, e rëndësishme është e vërteta. Natyrisht se Serbia si shtet ka pas vazhdimisht ndikim në Maqedoninë e Veriut për shkak se e dim, ne dalim nga Jugosllavia dhe Serbia ka qenë një fuqi e madhe në kuadër të asaj bashkësie shtetesh dhe me ndikim të madh në të gjithë ato republika, jo vetëm Maqedonia e Veriut. Po e vërteta është se kësaj radhe për herë të parë në konkluzat e raportit të Këshillit të Evropës e kemi të potencuar në mënyrë taksative ndikimin e botës sërbe në Maqedoninë e Veriut, gjë që edhe Bashkimi Evropian e ka pasi shqetësim të vetin. Natyrisht se ne si shqiptar këtu vazhdimisht e kemi thënë dhe e kemi pasi shqetësim, po tash është vërtetuar edhe nga institucionet e Bashkimit Evropian që ekspansioni sërb, qoftë kulturor, qoftë gjuhësor, qoftë historik, i gjitha mënyrave që tentohet të bëhet përmes botës sërbe, natyrisht paraqet një rrezik para së gjithash për kohezionin e brendshëm dhe etnik dhe veçanërisht për integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, për shkak se ne e dim, Serbia nuk është e interesuar fare që të bëhet pjesë e instancave euroatlantike, natyrisht është një proksi lojtar i Serbisë, i Rusisë këtu, dhe nuk janë vështirë të identifikueshme interesat e Serbisë. Natyrisht ajo ka interes që të shtrijë ndikimin e saj në të gjithë rajonin, po e shohim që çka po ndodh edhe në Republikën e Kosovës, po e shohim që çka po ndodh edhe në Republikën e Bosnjës, po e shohim çka po ndodh edhe në Republikën e Malizit, domethënë gjithandej ku mundet Serbia përmes instrumenteve të saj ka tendencë për të ndikuar dhe për t'i futur këto shtete pak më të vogla se Serbia në kuadër të umbrellës së saj dhe në një farë forme që dirigjuese edhe orientimeve edhe zhvillimeve gjithandej. Pra, e thash në fillim që nuk jam i thtar i antagonizmave të panevojshëm politik, megjithatë kur ke të bësh me fakte, je i detyruar që t'i thuash. S'kemi se si e interpretojmë ndryshe emrimin e Stojkovicit si zëvendës kryeministër në Maqedoninë e Veriut, kur ai është një shprehje faktike edhe botës sërbe, edhe interesave të Serbisë, edhe interesave të Putinit, edhe interesave të Vulinit e kështu me radhë, gjë të cilat ai edhe nuk i mohon. Nuk jemi kundër përfaqësimit të bashkësive etnike, natyrisht në për institucionet shtetit, po ka mendoj dhe vlerësoj, ose edhe dua të besoj që ka edhe individ të tjerë të cilët ndajnë vlera të përbashkëta me ne, orientimet euroatlantike, mënyrën e organizimit të shtetit, respektimin e ndërsjellë, stimulim, motivim, konsolidim të vlerave. Para disa ditëve kishte një program për një televizion në Shqipëri, ku deklaruat se kjo qeveri ka tendenca dhe shqiptarizimit të institucioneve. Cilet janë argumentet e një pretendimi tillë? Ndëgjoj, ne marrëveshja e Ohrit i ka nxjerrë disa mekanizma, të cilët kanë shërbyer si instrumente mbrojtëse për komunitetin shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Dhe kjo si rezultat i majorizimit që ka ndodhur deri në atë kohë dhe i mospërfilljes institucionale të bashkisë etnike dytës me madhësi në Maqedoninë e Veriut. E thash në fillim të emisionit që mospërfillja e legitimitetit është treguesi mjaftueshëm
për tendencat e qeverisë. Sepse demokracia, simboli i demokracisë është vota. Dhe në momentin që ju nuk e respektoni votën e qytetarëve, ju veproni me tipare autoritative dhe në mënyrë brutale e vendosni veten mbi verdiktin e qytetarit, mbi mendimin e tyre, mbi rezultatin zgjedhor dhe merrni në qeveri individ ose grupacione politike ndaj të cilëve ju keni parapëlqime. Dhe fatkeqësisht ne e pam rezultatin e këtij veprimi të kryeministrit Mickovski. Çka ndodhi? E para filloi një përdorimi një zhargoni ofendues dhe brutal ndaj komunitetit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, qoftë nga kryeministri, qoftë nga ministrat, nga eksponentë tjerë, një mospërfillje turpruese, duke pohu se do t'i ngrejmë përveshi, duke pohu se ka përfundu ajo kohë, tash jemi në kohë tjetër, duke potencu se mos të sillen si në botën e çuditërave, po ashtu duke potencu se janë të papërfillshëm, vetë kanë thënë eksponentët e qeverisë, eksponentët Maqedonas për kolegët e tyre shqiptar, dhe natyrisht priteshte, ishte rezultati i një pritje të cilën ne edhe e patëm identifiku. Eliminimi i balansuesit si software është interpretu keq të qytetarët, sepse balansuesi është një software, është një instrument që e bën selektimin e dhënave, po kriteri është përkatësia etnike. Kriteria përkatësia etnike gjatë punësimeve e kështu me radhë. Dhe çka ka ndodhur? Po këto vetë ta përfundoj idenë, kërkoj falje. Çka ka ndodhur? Ka ndodhur që ato e kanë eliminu kriterin dhe kthehemi te baza. Marrëveshja e Ohrit i ka pas 4 shtylla kryesore. Apo e ka pas gjuhën shqipe, ka pas përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, e ka pas decentralizimin fiskal dhe e ka pas amnestinë e ushtarëve të UÇK-s. Apo to çfarë po ndodh? Një, domethënë mekanizmi mbrojtës, mekanizmi kontrollues i një kriteri të marrëveshjes së Ohrit, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është zhbë, është eliminu. Po pse edhe pas 24 viteve nga përfundimi i luftës së vitit 2001 duhet që të vazhdojmë të flasim përsëri për marrëveshjen e Ohrit, kur sipas marrëveshjes së kohës është dashur kjo çështje të përfundojë në vitin 2006. Natyrisht ne i kemi dhënë vërejtjet e tona sa i takon cilësisë së qeverisjes, sa i takon zvarritjes e realizimit të marrëveshjes së Ohrit, dhe u dëshmu që të gjitha këto zvarritje nuk kanë qenë naive, nuk kanë qenë ad hoc, po kanë qenë mirë të planifikuara që të vim të një ditë kur këto do të shpallen si të parëndësishme. Dhe okej, unë e pranoj, mundet edhe tjenë të thojza të papërdorshme për fazën në të cilën jemi, po ju mund ta zëvendësoni, mund ta avansoni si instrument, si kriter, po jo ta zhbëni. Të gjitha të dhënat dhe të gjitha informacionet japin tregues alarmant sa i takon përfaqësimit të drejtë dhe adekuat gjatë kësaj kohe të qeverisjes, gati një vit i gjysmë. I keni pa shpalljet e studiove informative, 200 me 0, 100 me 0, 70 me 0. Po çka ndodhi me marrëveshjen e Ohrit? Unë për atë arsye po e përmendi. Se jo se pajtohemi plotësisht me rezultatet e marrëveshjes së Ohrit, po e përmendi sepse marrëveshja e Ohrit është mekanizëm i inkorporuar në kushtetutën e vendit. Dhe në momentin që një element të marrëveshjes së Ohrit nuk e respektoni, ju keni probleme me kushtetutën e vendit. Apo pastaj keni gjuhën shqipe. Luftë është duke u bën për institucionet e Maqedonisë së Veriut. Edhe treguesit në për institucione që kanë qenë në dy gjuhë i largojnë. Edhe treguesit i largojnë. Mos flasim më për komunikimin institucional. Në parlament, unë ku jam deputet, jo një herë, disa herë, përmes të drejtës procedurale që më ofron rregullorja e kuvendit, kam dalë dhe kam bërë vërejtje. Materialet vinë vetëm në gjuhën maqedonase. Dhe unë kam thënë, kur në kuvendin e vendit nuk respektohet gjuha shqipe, ku ne jemi deputet,
Po çka ndodh me institucione tjera? Çka ndodh me institucione tjera? Cila është përgjigja e personave përgjegjëses apo autoriteteve? Përgjigja është se e keni në vetfaqe të parlamentit. Herë është që përgjigje, herë është përgjigje që jo nuk është e vërtet gjuha shqipe respektohet, ndërsa unë dalë me fakte dhe me dëshmi se ato dokumente nuk vinë vetëm te unë, vinë te 120 deputet që janë në kuadër të kuvendit vendit. Pra, vërehet një tendencë e eliminimit të instrumenteve, mekanizmave mbrojtës të shqiptarëve, qoftë në punësim, qoftë në përdorim gjuhës, qoftë në ekonomi, qoftë në gjitha sferat e jetës, dhe dominim mbi bazë të majorizimit të bashkësisë etnike maqedones ndaj atyre shqiptarëve. Përfitimi më i madh që kanë nxjerrë shqiptarët nga marrëveshja e Ohrit është mekanizmi i Badenterit. Është mekanizëm mbrojtës që është një gamë gjëre ligjeve që i tangojnë edhe shqiptarët që mos të kalojnë pa Badenter, mos të kalojnë pa shumicë të dyfisht. Dhe dini që në parlamentin e vendit kanë ardhur shumë ligje. Ka për shembull ligji për shkollat fillore, ligji për shkollat e mesme, ligji për vetëqeverisjen lokale, ligji për branitellat, apo prej qeverie kanë në parlament. Dhe në parlament fatmirësisht nuk kanë kalu për shkak se Badenteri ose shumica e deputetëve shqiptarë është te fronti evropian ka qenë. Fjalën e kam që po bisedojmë për tendencën dhe aty ku munden, ato i realizojnë, aty ku s'munden, ndalen. Për shembull, gjykata kushtetuese raportin për abrogimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve ka 72 faqe. Dhe taksativisht shkruajnë çka duhet të abrogohet. Po nëse preket vetëm një presje ligji për përdorimin, nuk është më ai ligj, është çetër ligj. A llogaritni ju nëse abrogohen disa nene të atij ligji, çka mbetet nga ai ligj? Ne kemi thënë edhe Cili do të ishte veprimi juaj si AKI në rast se gjykata kushtetuese me një vendim të tillë, sepse për momentin është prolonguar. Ne si Front Evropian natyrisht e treguam paknaqësinë tonë përmes protestave që i bëm para gjykatës kushtetuese kur gjykata kushtetuese vendosi në renditje, dhe mendoj që ato protesta kanë ndikuar që gjykata kushtetuese ta zhvendos për një kohë tjetër diskutimin për ligjin, për përdorimin e gjuhëve, dhe ne do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme në kuadër të procesit demokratik që të parandalojmë një veprim të tillë. Zoti Azili, në qoftë se vendi shkon në zgjedhje të parakoshme dhe përsëri në kampin politik maqedonas VMRO DPMNE dhe kryeministri aktual Hristian Miskovski fiton zgjedhjet, a do të bashkëqeverisni me ta dhe nëse po, cilat do të jenë kushtet? Ndëgjoj, ne vazhdimisht po flasim për legitimitet dhe vazhdimisht po flasim për respektim të votës së verdiktit të qytetarëve. Natyrisht ne do të respektojmë çdo rezultat zgjedhor. Njëkohësisht kërkojmë që të respektohet edhe rezultati zgjedhor te bloku politik shqiptar. Është e lehtë të qeveriset kur ke përkrahjen e popullit, sepse pjesën kryesore të premtimeve parazgjedhore që do ta bësh, do ta harmonizosh me partnerin e koalicionit dhe do ta shndrosh në program qeveritar. Unë ju nxis që të merrni të lexoni programin e qeverisë që u votua në qershor të vitit 2024, dhe nëse e gjeni vetëm një premtim parazgjedhor të vlenit në programin e qeverisë, unë do të kërkoj falje publike. Asnjë. Pse? Sepse nuk të ka delegu populli në qeverisje, po ke qenë i përzgjedhuri i atij që thotë unë e baj programin. Prandaj është e rëndësishme respektimi i votës, i procesit demokratik, respektimi i legitimitetit. Interpretimet tjera janë për nevojat të politikës ditore. Duke qenë se jemi në minutat e fundit të emisionit, mbrëmjen e kaluar zoti Mexhiti ishte në një emision televiziv këtu në Maqedoninë e Veriut dhe të roqi një paralele me zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë, ku ai tha se në vitin 2021, ndonë se vetvendosja mori pak komuna, nuk ju kërkua kryeministit Albin Kurti që të jap dorëheqje. Pra edhe ai të rriqi një paralele me Maqedoninë, qoftë se ata nuk fitojnë shumicën e votave, ndoshta do
duhet që ta zbatojnë parimin e njëjtë si në Kosovë. Cili është komenti juaj për këtë deklaratë? Nuk vlerësoj njëjtë situatën në Kosovë dhe situatën në Maqedoninë e Veriut. Edhe kjo është në kuadër të nevojave ditore, do të thënë mundohen vazhdimisht që të gjejnë interpretime që nuk përkasin me realitetin. Republika e Kosovës është shtet më vete, i ka të lëshet e veta, sikur se i ka dhe përparësit e veta. Përparësia kryesore në raport me zgjedhjet lokale është se në Kosovë kemi një decentralizim të mirëfillt fiskal. Në Maqedoninë e Veriut ende nuk kemi decentralizim fiskal. Të mirëfillt. Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut janë edhe zgjedhje politike. Pavarësisht se ata të cilët frigohen që të ballafaqohen me popullin, tentojnë që në kuadër të një relativizimi të përgjithshëm të relativizojnë edhe zgjedhjet lokale, duke i trajtuar si zgjedhje administrative, si zgjedhje që kanë të bëjnë me bekatonka, me kanalizim, që nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Po kjo është interes edhe i bllokut politik maqedonës që neve të na shndrojnë në komb që do të kemi dhe do të luftojmë aq sa ekzistojmë vetëm për nevoja elementare, për ujë, për pije, për ndriçim edhe për bekatonka. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë kombi i dytë për nga madhësia, kanë autoktoninë e tyre, kanë kompaktësinë territoriale, kanë gjuhën, kanë identitetin, kanë kulturën, dhe ne natyrisht do duhet të mbrojmë këto vlera, sepse veçoritë tona etnike, atributet tona etnike janë arsye diskriminimi dhe janë arsye edhe mos përfiljes institucionale. Mendoj që në shtetet normale ku përkatësia etnike nuk është kriter, a do të kesh asfalt ose do të kesh ujë për pije, këto çështje as nuk do të duhet të jenë temë diskutimit. Po ky është realiteti fatkeqësisht në Maqedoninë e Veriut. Dhe ne do duhet ballafaqohemi me këtë realitet dhe këtij realiteti ne do duhet të japim përgjigje. Meqense jemi te zgjedhjet lokale dhe decentralizimi fiskal. Vendimi i parë ndoshta i qeverisë së Maqedonisë së Veriut ka qenë huamarrja e re 1 miliard euro nga Hungaria. Dhe i gjithë opinioni, edhe mediat, kanë vënë një pikpyetje të madhe në burimin e këtij financimi. Janë këto mjetet Hungarisë apo janë vallë të Kinës ose të Rusisë ose të vendeve tjera. Dhe ato mjete u janë shpërndar komunave që të bëhet një manipulim zgjedhor, që të bëhet një blerje institucionale e votave, po i shifni punë tash gjoja se që po ndodh në të gjitha komunat, po shtrojnë asfalt, po shtrojnë bekatonka, po rregullojnë atë sipërfaqe, atë këtë sipërfaqe. Pra, për neve është e palejueshme kjo që tentohet që të iket në çdo mënyrë dhe tentohet që të shpërfillet ballafaqimi me popullin. Ju jeni politikan. Ju në këtë rast, në formë të padrejtë, në formë përbuzëse dhe qytetarëve shqiptarë dhe verdiktit të tyre, jeni bo pjesë e institucioneve, apo? Dhe tash e keni momentin kur ballafaqohesh me popullin dhe populli e vlerëson edhe punën tënde, edhe mënyrën se si e bën politikën, edhe mënyrën se si e bën pjesë e qeverisë. Dhe tendenca edhe një herë për mos ta përfill verdiktin e popullit, vlerësimin dhe mendimin e popullit, mendoj që tregon vetëm për frikën e tyre, ose më saktë tregon për vlerësimin e tyre se si i kanë punët në raport me vlerësimin e qytetarëve. Faleminderit shumë, zoti Azili, që ishte sonte pjesë e emisionit Debat me Fakte. Faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, faleminderit që qëndruat me ne. Shihemi së shpejti në emisionin e ardhshëm.